Shkallët historike që të çojnë drejt Kuzum Babas në qytetin e Vlorës, një nga pikat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, fetare dhe turistike të jugut të vendit, kanë qenë prej vitesh në një gjendje të amortizuar, por tashmë janë një histori tjetër. Investimi i nisur në fillim të këtij viti tashmë është drejt fundit. Shkallët që të çojnë drejt këtij vendi simbolik përbëjnë një pjesë të rëndësishme të itinerarit, por për një kohë të gjatë ato ishin kthyer në një burim rreziku. Nga vëzhgimi i realizuar këtë të diel nga televizioni 6+1 Vlora, pamja është krejtësisht ndryshe. Kuzum Baba është një nga vendet më të frekuentuara në Vlorë, jo vetëm për besimtarët, por edhe për turistët vendas dhe të huaj, të cilët ngjiten drejt majës për të shijuar panoramën e qytetit dhe detin Adriatik. Projekti parashikoi restaurim të plotë të shkallëve historike, për forcimin e strukturës së tyre, si dhe përmirësimin e aksesit për vizitorët. Krahas kësaj, është kryer edhe një sistemim i hapësirave përreth, pastrimi i mbetjeve si dhe rregullimi i mjedisit, me qëllim krijimin e një ambienti të sigurt dhe estetikisht të pranueshëm. Është shtuar gjelbërimi me pemë të reja, është vendosur një sistem i ri ndriçimi, si dhe do të ketë një shatërvan. Për të gjithë nostalgjikët e shkallëve që të çojnë drejt Kuzum Babas, punimet janë drejt përfundimit. Investimi në fakt është bërë thuajse nga e para, ndërsa jo vetëm pllakat dhe shkallët janë rehabilituar, por e gjithë kjo zonë do të ketë edhe ndriçim si dhe një gjelbërim të ri. Ashtu si kundër i shtuar edhe një shatërvan, i cili gjendet pas meje. Projekti pritet të përfundojë në ditët në vijim, duke qenë kështu pse jo edhe një atraksion turistik për qytetin e Vlorës, për gjithë ata cilët duan të vizitojnë vendin e shenjtë të Kuzum Babas përmes shkallëve. Dhe do të jetë një mundësi e mirë edhe për nostalgjikët që dikur ngjiteshin nga këto shkallë drejt Kuzum Babas. Ky investim pritet të ketë një ndikim të drejtë në zhvillimin e turizmit në Vlorë, veçanërisht gjatë sezonit veror. Përmirësimi i infrastrukturës drejt Kuzum Babas do ta bëjë këtë destinacion më të aksesueshëm dhe më të rreqës, duke rritur vlerën e tij kulturore dhe ekonomike. Rikonstruksioni i shkallëve ishte një domosdoshmëri dhe një shenjë respekti ndaj historisë dhe trashëgimisë së qytetit. Ky investim pritet i rikthejë kësaj zone dinjitetin e munguar, si dhe të shërbejë si shembull për ndërhyrje të ngjashme edhe në monumente. Tashmë punimet janë drejt fundit dhe shumë shpejt do të jenë të përfunduara plotësisht.